Përshëndetje miq të dashur, unë jam Velsa Dragusha. Kemi me pas së bashku se çka i pret shenjat e ujit nga 7 maj deri më 14 maj. Shenjat e ujit këtu duke i përfshi shenjën e gafurrës, akrepit edhe peshqve. Shenja e parë për cilën të flasim është gafurrja. Për gafurrën kemi 2 nga shpatat. Kemi këtë kartën këtu, duhet m'ja u fshih pak trupat. Kemi 1 nga shpatat edhe kemi mbretneshën e shpatave. Ndërsa energjia e përgjithshme është 4 nga kupat të mbrapsht. Okej, duket sikur me qenë se kemi kaq shumë shpata në këtë lexim, kjo nuk kupton se gjatë kësaj jave duhet të shfrytëzojmë ose të aktivizojmë atë pjesën tonë më të logjikshme, atë pjesën tonë që merr vendime të prera, që e thot vërtetën ashtu siç është, ndoshta në një mënyrë të ftohtë, jo me dojmos në mënyrë të vrazhd, me qenë se shpatat nuk kanë të bëjnë me ofendime, thjesht kanë të bëjnë me realitete, të cilat dikë mund ta thumbojnë, mirë po për të tjerët i shtiron, sepse realiteti ose e vërteta gjithmonë na shtiron në fund të ditës edhe nëse është pak negative. Përndryshe, me 2 nga shpatat kemi të bëjmë me një vendimarrje. Mund të jetë një vendim që ka të bëj me veset tuaja negative. Për disa nga ju është vendim që ka të bëj me një raport tuaj me dikë, nuk vlen kjo me dojamos për të gjithë, mirë po është definitivisht dikush, ndoshta me të cilin raporti është bërë toksik, ose thjesht ekziston diçka toksike brenda asaj që duhet ndërprer ose duhet komunikuar. Mundet të jetë asë lloji ku ne e ndërprejmë ciklin duke e komunikuar. Nëse jeni mësuar gjithmonë që të heshtni ose të mos flisni gjëra të caktuara, ndoshta tash është ardhur koha mi fol. Nëse nuk ka të bëjë me një person, ka definitivisht të bëj me mënyrën si ju mendoni, mënyrën si ju e flisni vetvetes tuaj, nëse jeni tu treguar shumë të vrazhd me vetveten. Për disa të tjerë, ka mundësi që jeni duke e lënë dikë mu fshih pas jush, ku ju domethënë dilni përpara, flisni për ta, në vend se t'i lini ata të flisnin për veten e tyre. Ky nuk është me dojamos vesi më i miri mundshëm. Duhet me qenë asë lloji ku ne domethënë i shtym njerëzit për rreth nesh me pas të njëjtin guxim sikur ne, e jo ne me marrë dhe me pas guxim për ta. Pra, nëse ka të bëj me partnerin tuaj, nëse ju po qohni edhe po i bëni bisedat e rëndësishme për ta, fëmijën, prindrit e tjerë, ose edhe për një koleg apo kolege në punë, atëherë ky është ves negativ i juaj, i cili duhet të hiqet. Pra, nuk ka të mira që dalin shumë prej tyre, nëse ju jeni ata të cilët gjithmonë i reprezentoni të tjerët të dashura gafurre. Në radhë kemi shenjën e akrepit. Çka e pret akrepin gjatë kësaj jave? Letra e parë që dëshiron të dalë është kjo, 2 nga shkëpinjët mbrapsht. Kemi mbretneshën e shkëpinjve. Kemi princin e shkëpinjve mbrapsht. Çka e pret akrepin gjatë kësaj jave? Dhe kemi mbretin e shkëpinjve gjithashtu. Ndërsa energjia e përgjithshme është 6 nga monedhat. Duket sikur një energji shumë serioze gjatë kësaj jave. Kemi të bëjmë me një raporte të barabarta, sa i përket shkëmbimit, pra do me thënë sa japim edhe sa marrim po barazohet. Për disa nga ju mund të ketë të bëj asë lloji ku ne po investojmë në diçka edhe po na kthehet në të njëjtën kohë. Gjithashtu mundet me pas edhe llojin e energjisë ku aq sa po marrim aq edhe po harxojmë, po nuk është me dojmos ajo. Me 6 nga monedhat unë shoh më shumë sikur një bashkëpunim, edhe shoh sikur diçka që ka të bëj me biznes, me punë. Për disa nga ju edhe me lidhje, mirë po e ka asë lloji energjin ku kemi të bëjmë me 2 njerëz shumë të pjekun, me 2 njerëz të cilët mund të jenë pasionante dhe kreativ, mirë po nuk nguten. Mbretnesha edhe mbreti i shkëpenjve janë të 2 figura asë lloji që janë pozitive, arketipore ndoshta, me qenë se mbreti i shkëpenjve është dikush që pretendon të ketë maskulinitet të lartë, edhe është lloji personi që ndërmerr hapa konkret rreth dikujt apo diçkaje, ndërsa mbretnesha e shkëpenjve është shumë optimiste, shumë kreative, mirë po jo me dojmos arketipore në atë aspektin që nuk është me dojmos lloji i femnës që është i butë,
ose i dëgjueshëm, pra kemi të bëjmë me llojin e femrës e cila nuk talshon, e ka një farë butësie mirë, po në të njëjtën kohë edhe e ka ata kufit e vet. Me ty nga shkëpenjët edhe me princin e shkëpenjëve, në kupton se ne kemi provu paraprakisht çka është mungut, kemi qenë në një farë faze asani as knejt, ku nuk e kena ditë çka ka më ndodhë me neve, apo rrina me neve apo larguan përfundimisht, mirë po duket sikur këtë javë po ndryshojnë gjërat, edhe po e gjejmë veten tonë shumë më rahat, shumë më në shtëpi aty ku ne jemi, sikur ose po rahatohemi sa i përket aspektit profesional, disa nga ju ndoshta po e gjeni veten tuaj tek një person i caktuar, meqense kemi aso lloj energjie të zjarrit midis dy personave, mirë po nuk është e ngutshme, nuk është toksike, princi i shkëpenjve është i kthy mbrapsht, prapse prap po veprojmë me logjik. Edhe me 6 nga monedhat mund të jetë asësoj që po presim të marrim para se të japim diçka. Pak a shumë diçka ashtu. Gjithsesi ka të bëjë edhe me një plotësim dëshire, me një formë të krenarisë, edhe ku ne domethënë e shohim veten tonë në një pozitë më të lartë se sa që kemi qenë më parë. Definitivisht po na rikthehet një farë shkëndije gjatë kësaj jave të dashura krepa. Mundet të ketë të bëjë për disa nga ju, jo për të gjithë, që prindrit tuaj janë në fokus të veçantë, edhe harxhimet rreth prindërve tuaj gjithashtu, qofshin këto para që po ju jepni atyre, ose para të cilat ata po ju japin juve, gjithsesi është diçka e barabartë, edhe është diçka që mundet me u përkthy në diçka të bukur matutje, jo vetëm këtë javë. Me radhë kemi shenjën e peshqve. Për peshqit dëshiron të dalë 10 nga monedhat. Dëshiron të dalë bota. Një nga shkëpenjët. Të dashuruarit të mbrapsht edhe 9 nga kupat. Të dashur peshqi, më duket sikur kjo javë ju pret me shumë bekime. Këto janë letra shumë të bukura. Flasim për sensin e të gjeturit komunitetin tonë, njerëzit të cilët na kuptojnë, njerëzit të cilët kanë pikpamje të njëjta sikur tonat, një farë rahatie shpirtënore edhe financiare gjithashtu, ose sikur e ndjejmë veten tonë që jemi pranë njerëzve të cilët thjesht janë sikur ne, kanë ide sikur ne gjithashtu. Qoftë kjo punë dashni apo thjesht edhe me rigjet veten tuaj në shoqëri. Me kartën e botës në kupton përfundimin e një cikli. Disa nga ju keni punuar shumë për të ardhur deri këtu. Keni dhënë maksimumin. Me një nga shkëpenjët kemi të bëjmë me mundësi të reja, të cilat po na ofrohen neve për të treguar veten tonë. Për disa nga ju mund të kenë rëndësi shenjat e tjera të ujit, ose edhe shenjat që janë fixt apo kardinale, për shembull Virgjëresha, Debi, Luani duken me rëndësi këtu. Gjithsesi, edhe ujori madje, duket sikur një plotësim dëshire. Jo gjithçka ka të bëjë me dashuri, dhe jo gjithçka është një vendim i përbashkët. Nganjëherë dikush na sheh edhe vendos që dëshiron paqare me pas diçka me neve, ose sikur e shet potencialin tek ne dhe nuk e pranon fjalën jo, të dashur peshqi. Ndoshta kjo është një ndër shenjat e para që ju po filloni diçka të re në jetën tuaj, dikush po e vërin mënyrën se si ju shkëlqeni, edhe po ju jep diçka të cilën ju që një kohë të gjatë keni dashur. Pra mundet të jetë sikur ky person ose këto oferta apo mundësi janë portali drejt asaj që ju gjithmonë e keni dëshiruar. Tentoni të mos nënvlerësoni një ofertë të tillë, sidomos nëse jeni mësuar që në të kaluarën oferta të tilla të vinë me prapavija. Nëse vinë për shembull me kërkesa të padukshme ose me pretendimin që ju duhet m'ia u kthy të mirën njerëzve në atë çka dëshirojnë ata, atëherë po kërkohet nga ju këtë herë që thjesht të besoni. Disa nga ju ata të cilët jeni beqar, domethënë shofat, dyer të reja që hapen edhe për t'u ndjerë më mirë për veten, mirë po edhe për dashuri, gjithsesi kjo ka të bëjë më shumë me energjinë e suksesit individual dhe jo me suksesit që e ndajmë me dikë tjetër, edhe nëse jeni bashkë me një person është fjala.